Në ato fshatra ku infrastruktura rrugore, ujë i pishëm dhe ujë vaditës nuk janë problem mbetet mungesa e banorëve. Në fshatin Grazhdan të Maqellarës, thuajse të gjithë të rinjt janë larguar nga fshati. Kjo është dhimbja më e madhe për banorët që kanë mbetur aty. Ramazan Çollaku thotë se nga njëra anë është dhimbje për mungesën e fëmijëve, por nga ana tjetër nëse nuk është emigracioni, atëherë nuk mund ta përballojnë jetesën. Uji kemi. Drita po. Uji për vadite, uji për të pishëm. 24 orë kemi. Po burim bazë është emigracioni. Unë për vete kam 3 djemë. Të 3 kam në emigracion. Jo, nuk përballohet. E kam grua 25 vjetë, është me diabet me 122.000 lekë. Pension. Pensioni im e në jasajnë e moshin fëmit nuk përballohet me ilaqet. Vetëm ilaqet nuk u dalin dhimbje. Me pensionet që i marim ne, veç me ilaqe mirë ai që nuk ka burim tjetër kundi. Vdes. Po që emigrimin kemi mbaru. Me pensionet që kemi ne është faqë e zezë. 73 vjeçari Ramazan Çollaku thotë se pensioni që merr ai këtu është jashtëzakonisht i ulët dhe se kur e ka treguar vlerën në Itali tek fëmijët e tij italianët çuditën. Kur unë shkoj dimnit nëse kam një djalë kam në Itali që 25 vjetë është me gjithë fëmijë është atje është. Kur prishin se pensioni $100, 100 euro, 120 euro, apo 200 euro, apo 300, turpi allajt. Turpi allajt. Politikanë tonë mendojnë vetë për vete. Si të majtë edhe djathtë. Unë nuk du të di se unë s'kon firmos as me Sali Berishën, as me Edi Ramën. Nuk du të di fare se kush është pushtet. Nuk du të di fare se kush është pushtet. Di këtë, jam ndjekës i politikës, për interesat të tyne, i bashkojnë. Se kërreth puna të djathtët ka 2-3 vjetë, i difishon ato me të majtët të rëgat në parlament. Veç për vete. Nga ana tjetër, Çollaku thotë se pensionistët e fshatit janë më të diskriminuarit pasi marrin më minimumin. Ndaj sipas tij fshatrat po braktisën jo vetëm nga të rinj, por edhe nga pensionistët. Bëhet ngritje pensioni, po pse i ngren ato që jenë mbi 600.000, 800.000 thuja apo 1 milion? Ngreja fshatit. Kanë derë djesë 20 e sa vjetë me sistemin që shkoj. Me një fjalë nuk kanë mendu për popull. Politika ka shkatru vendin tonë. Politika ka shkatru vendin tonë, politikantë. Me statistikë, edhe ato që kanë ikë në kohën e monizmit, 299 shpej ka qenë. Tani kanë ngel apo s'kanë ngel 80, po në këtë lagje këtu vesh fëmijët e 2 djemve më që shkojnë. Edhe një që këtu tjetër mbrapa, këtu tjetër në altë jenë kretë qifte. Vesh 30 vjetër qifte burë. Arsia dihet. Ekonomia.